Të mërkurën bëhen një muaj prej kur nisi viti ri shkollor, por ky vit sërish solli problemet e vjetra. Shumë nxënës në komuna të ndryshme mësimin po e mbajnë pa libra e shumë prindërve, Ministria e Arsimit nuk u ekzekutoi pagesën prej 80 eurove për blerjen e librave dhe materialeve shkollore. Po shpresojmë që deri në një kohë të caktuar ato mjete do t'ju dalin në llogari prindërve, sepse në të kundërtën edhe ashtu shumica e librave është dashur të blehen, edhe pse janë subvencionuar nga 6-a në të 9-ën, librat kanë qenë shumica të dëmtuar. Mungesa e librave për klasat nga 1 deri në 5 e përdorimi i librave të vjetër për nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën, po shihet me shqetësim edhe nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Ne kemi kërkuar edhe publikisht edhe me shkresa nga Moshti dhe zonja Nagaci pas vitit të parë që të mos përsëritet më gabimi, sepse edhe atëherë kur u shpërndan në këtë mënyrë tekstet kishte kaluar një muaj e më shumë pa u furnizuar të gjithë nxënësit. ATV insistoi gjatë hënës të marrë një përgjigje në Ministrinë e Arsimit në lidhje me mos ekzekutimin e pagesës, por deri në transmetimin e kësaj kronike nuk ktheu përgjigje.